Hetimet e gjera të SPAK-ut ndaj zyrtarëve të rëndësishëm të qeverisë së Edi Ramës ishin paralajmëruar prej kohësh nga pamfleti, madje me një precizion thuajse kirurgjikale dhe për kohën kur do të zhvilloheshin. Tani po përjetojmë efektet e para të kësaj goditje, e cila nuk është si rastet e mëparshme, kur janë vënë në hetim apo janë arrestuar zyrtarë të veçantë të lartë mazhorancës, pas të cilave Edi Rama përdori siç dihet fabulën e mollëve dhe dardhave pas shpina. Këtë fabula i tentoi edhe me nisjen e hetimeve ndaj Belinda Ballukut, por pa sukses sepse nuk bëhej fjalë për një çështje personale. Për herë të parë është vënë në hetim sistemi me të cilin funksionon pushteti i Edi Ramës, sistemi klientelist dhe rrjeti kriminal që ai ka ngritur, i cili po del edhe më qartë në pa me hetimet mbi tenderet e akshit. Ndërkohë paralelisht është zyrtarizuar çështja ndaj kryebashkiakut të Shkodrës, ka avancuar ajo ndaj Olta Xhaçkës, është shpallur i pandehur një nga drejtorët më jetëgjatë të qeverisë së Edi Ramës e kështu me radhë. E gjithë kjo situatë ka çuar në një blokadë thuajse totale institucionale. Administrata nuk funksionon për të lëvëruar fondet, si në institucione të mëdha si Bashkia e Tiranës, ashtu edhe në dikastere të tjerë. Ndërkohë mazhoranca ndodhet në një ngërsh total. Baza e PS-s kërkon një reagim politik që kush ka ngrënë dardhat përgjigjet, ndërsa puna dhe politika të ecin përpara. Nga ana tjetër, Edi Rama ka urdhëruar të gjithë të heshtin, duke shpresuar se vendimi i gjykatës kushtetuese mund t'i sjellë pak oksigjen politik atij dhe mazhorancës, sidoqë të jetë vendimi i gjykatës kushtetuese, ai nuk do të zgjidhë asgjë, ashtu siç nuk zgjidhi as vendimi për Erion Veliajin, i cili i shërben kryebashkiakut vetëm në çështjen e tij penale për një kohë të mëvonshme. E gjithë kjo situatë, pra hetimet masive ndaj qeverisë, kanë nxjerrë në pa një sistem klientelizmi dhe abuzimi me pushtetin si pasojë e një skeme personale të Edi Ramës, i cili ka ngritur, krijuar, mbrojtur dhe mbështetur një rrjet të tij, të cilin e pasuron përmes kontratave shtetërore dhe e përdor si një band paralele dhe agresive pushteti. Mazhoranca përkatësisht socialistët duhet ta kenë të qartë se për këtë abuzim faji nuk është kolektiv, por personalisht i Edi Ramës. Atij takon të mbajë përgjegjësi politike për këtë mullar plerash që u ka vënë përpara atyre që i besuan votën. Përgjegjësia politike mbahet duke ofruar një zgjidhje politike që rrëzon sistemin aktual, përmes tërheqjes së Edi Ramës dhe gjetjes së një figure përbashkuese brenda PS-s që të drejtojë qeverinë. Një qeveri politike e Partisë Socialiste dhe jo një divan sultanati ku gjithçka varet nga një njeri i vetëm. Edi Rama e ka kuptuar se ndodhet në situatë shahmat, por po përpiqet të luajë formulën e Shametit, pas meje bëhet Nami, vjen Saliu. Në realitet nuk ka pse të vi Saliu dhe as nuk mund të përdoret më si gogol. Përkundrazi, nëse fantazma e Sali Berishës vazhdon të përdalliset në politikën shqiptare, shkaku është vetë Edi Rama. Largimi i tij do ta bënte fakt një ikje përfundimtare të elitës së vjetër. Ndërtimi i një elite të re nuk vjen pa një fazë tranzitore, në të cilën nuk duhet kenë dorë xhagajdurët e vjetër. Një fazë ku përveç socialistëve, opozitarëve dhe aktorëve të tjerë politik, më entuziastë do të jenë edhe ndërkombëtarët që po e shtyjnë këtë proces. Hyrja e Shqipërisë në Bashkimin Evropian nuk mund të vijë si një kuror sultanati për Edi Ramën, por si një arritje e të gjithë shqiptarëve, veçanërisht e atyre që kanë votuar mazhorancën dhe që meritojnë një trajtim më dinjitoz dhe më respektues, jo të shohin ditë për ditë, natë për natë idiotizmat dhe grabitjet e horrave të Edi Ramës që përpin fondet e shtetit.